Në shkollën e mesme të Ulët Yll Morina, nxënësit mund të përfitojnë çdo ditë shkollore shërbimin e rregullt stomatologjik i cili ofrohet brenda objektit të shkollës. Stomatologe Atifete Huma na tregon më shumë rreth shërbimeve të cilat ofrohen në këtë mjedis shëndetësor me bazë në shkollë. Në ordinancën stomatologjike, pra në shkollës fillore Yll Morina, kryhen gjitha shërbimet të cilat i takojnë një nxënësi mi kryj këto. Kemi vizita sistematike, të cila klas vjen edhe i kryjnë vizitat, dhe në bazë të vizitave caktojmë edhe cilë dhëmë duhet të vinë mi vizitu, kryhen prej ekstrakcionit ose nxjerrjes dhëmëve të qumshtit, ose dhe dhëmëve të përhershëm, nëse ka nevojë. Pastaj kryjm vendosjen e blombave, duke filluar prej mbushjes së përkohshme, pastaj edhe blombave të përhershme, higjienën orale, domethënë heqjen e shtresimeve të buta ose gurzive, shtresimeve të forta. Pra gjitha shërbimet që mund i përkasin një pacienti, na i kryjm këto. Stomatologja Huma tregoi se është të kënaqur me interesimin e nxënësve. Ka interesim të nxënësve, këtu janë klasë të 6-ta deri klasë të 9-ta, ka nxënës të cilët janë shumë të rregullt dhe vijnë vazhdimisht, edhe në kontroll, nëse nuk ka nevojë hiç për një vizitë, vjen në kontroll. Po ka edhe nxënës të cilët vetëm kur kanë dhimbje dhëmbi, vijnë edhe i kontrollojnë. Përndryshe ne jemi të kënaqur si staf që këtu kryhen, domethënë vijnë nxënësa dhe ka interesim. Edhe vetë nxënësit e konfirmojnë se shërbimet janë të mira dhe kujdesin për shëndetin oral të tyre. Kjo ordinancë është shumë e zhvilluar dhe avancuar dhe ka të gjitha mjetet të cilat janë nevojshme për të marrë trajtimet e duhura stomatologjike, edhe ka numër shumë të madh nxënësve të cilët vinë dhe i marrin shërbimet e nevojshme për dhëmbët e tyre. Mes tjerash, doktoresha tha se kujdesi ndaj shëndetit oral duhet të jetë i vazhdueshëm dhe nxënësit duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi për ta ruajtur shëndetin e tyre.